Shoqata Ungruaja zhvilloi një takim pune me grupin lokal të veprimit LAG dhe përfaqësues të institucioneve të Bashkisë Pogradec. Në takim ishin të pranishëm dhe përfaqësues të ADZM-s, qytetarë dhe të rinj aktiv nga Pogradeci. Gjatë takimit u prezantua projekti fuqizimi i bashkëpunimit lokal dhe ndërkufitar për mbrojtjen e biodiversitetit në rajonin Pres-Pohër, i cili synon rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit për ruajtjen e biodiversitetit dhe forcimin e bashkëpunimit institucional dhe ndërkufitar në rajon. Në fokus të diskutimeve ishte gjendja aktuale e lumenjve në territorin e Bashkisë Pogradec. Pjesëmarrësit analizuan ndikimin e rreshjeve të fundit, problematikat e rrjedhjeve ujore, si dhe ndotjet e shkaktuara nga mbetjet plastike. Projekti si synim kryesor ka të ndërgjegjësoj komunitetin mbi sfidat mjedisore dhe të gjitha ndryshimet klimatike që neve hasim në jetën e përditshme. Ky projekt gjithashtu ka synim bashkëpunimin ndërkufitar midis qytetit të Pogradecit dhe vendeve rrotull liçenit dhe gjithashtu shtetit Maqedonas. Ne aktualisht prej 3 vitesh kemi patur një bashkëpunim me disa organizata maqedonase dhe në vitet e ardhshme synojmë të rritim bashkëpunimin me organizata të tjera nga shteti grek, por gjithashtu me organizata të tjera mjedisore, të cilat funksionojnë në Shqipëri dhe punojnë për mbrojtjen e rajonit Pres-Pohër. Për të gjithë qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për problematikat që ne vetë shkaktojmë në mjedis dhe problematikat që ne vetë sjellim në komunitet. Në përfundim të takimit u theksua rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm me institucioneve, organizatave dhe komunitetit lokal për të reduktuar ndotjen dhe për të rritur ndërgjegjësimin mjedisor në zonën e Pogradecit.